Aisha radiallahu ta'ala anha tregon se i ka thënë profetit ton Muhammed sallallahu alaihi wasallam: o i dërguari i Allahut, nëse ja qelloj natës së Kadrit, atëherë çfarë ti lutem Allahut mëdhëruar? Dhe profeti sallallahu alaihi wasallam i tha asaj: thuaj Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. O Allah, Zoti im, ti je falës e do faljen, prandaj me fal mua. Fjala el afu që përmendet shpesh në këtë dua do të thotë që Allahu mëdhëruar t'i anashkaloj gabimet dhe të mos i marrë ato në konsiderat, dhe që është baza e faljes. Kështu njeriu e ka shumë të nevojshme t'i kërkoj falje Zotit e tij, sepse është krijuar krijesë e gabueshme, dhe nëse ai nuk kërkon falje, atëherë ai do jetë prej të humburve dhe të shkatruarve, dhe kjo dukuri është shfaqur që me babain ton të parë, Ademin alayhi salam, kur pas gabimit e tij ju lut Allahut mëdhëruar me këtë fjalë dhe tha: Rabbana ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. O Allah, Zoti ynë, ne i bëm zullum vetëve tona, e nëse ti nuk na fal dhe nuk na mëshiron, atëherë do të jemi prej të shkatruarve dhe prej të humburve. Kështu, mbi këtë bazë, kanë kërkuar falje të gjithë profetët e Allahut. Ka kërkuar falje Nuhu alayhis salam për vete, për prindrit dhe për besimtarët. Ka kërkuar falje Ibrahimi, ka kërkuar falje Musaj, dhe është porositur dhe profeti ynë sallallahu alaihi wasallam në fund të jetës tij, kur i tha Allahu madhëruar: fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. O ti profet, në fund të jetës tënde, madhëroj Allahun e madhëruar dhe kërkoj atij falje, sepse ai është falës i madh dhe pranues i pendimeve. Prandaj, le t'i lutem Allahut madhëruar në natën e madhe të Kadrit dhe t'i kërkojmë atij falje, se ai është falës i madh dhe pranues i pendimeve.